programi Prekja me Dr. Charles Stanley, duke ndarur ngjillin në mbar botën. Sot në programin Prekja ju ftojmë të ndiqni, mënyra e Perëndisë është më e mira. Sa herë që unë dhe ju përballemi me ndonjë sfidë në jetë, gjithmonë përgjigjemi me një nga këto dy mënyra, ose sipas mënyrës sonë, ose sipas mënyrës së Zotit. Shumica prej nesh e din që ti bësh gjërat sipas mënyrës së Zotit është më e mira. Pavarësisht nga kjo, ndonjëherë nuk zgjedhim të bëjmë gjërat në këtë mënyrë, disi na krijohet ideja se pavarësisht faktit që e dim se Perëndia është plotësisht i gjithdijshëm dhe e di cila është më e mira, pavarësisht faktit që ai ka një vullnet, një qëllim dhe një plan për jetën tonë që na do pa kushte dhe që bën vetëm më të mirën për ne, sërish zgjedhim që ti bëjmë gjërat sipas mënyrës tonë dhe jo sipas mënyrës së Zotit. Për këtë duhet flas gjatë këtij mesazhi me titullin Mënyra e Perëndisë është më e mira. Donjëherë ato parimet e mrekullueshme biblike tregojnë më mirë duke i ilustruar në jetën e dikujt. Dua që të hapni Bibla tek libri i Eksodit dhe dua që të shkojmë te kapitulli 2. Dhe në librin e Eksodit ne lexojmë për jetën e Mojsiut që qëndron mbi personazhet e tjera të dhjatës së vjetër, 699 vargje në dhjatën e vjetër, përmendin emrin e tij 79 vargje në dhjatën e re. Dhe ky është njeri jeta e të cilit karakterizohet si nga sukseset dhe nga dështimet. Për gjatë gjithë shkrimeve gjejmë nga ata që refuzojnë të bëjnë gjërat sipas mënyrës së Zotit dhe telashet që kanë shkaktuar, por edhe nga ata që kanë bërë gjërat sipas mënyrës së Zotit. Prandaj qëllimi i gjithë këtij mesazhi është vetëm ky. Dhe kjo është të shohim jetën e Mojsiut dhe thjesht të themi, ja se çfarë ndodh kur veproni sipas mënyrës tuaj. Dhe ja se çfarë ndodh kur veproni sipas mënyrës së Perëndisë. Mendoj se kur unë dhe ju t'i peshojmë të dyja, në zemër do të arrijmë të kuptojmë që gjithmonë gjëja më e mençur, më e mirë dhe më fitimprurse është të veprojmë sipas mënyrës së Zotit. Le të shkojmë te kapitulli 2 vargu 11. Në ato ditë kur Mojsiu ishte rritur, ndodhi që ai doli për të gjetur vëllezërit e tij dhe vuri re se bënin punë të rënda. Dhe pa një egjiptas që po rritej një burrë hebre, një nga vëllezërit e tij, dhe vështroi andegët e tij dhe duke parë se nuk ishte njeri e vrau egjiptasin dhe e fsheu pastaj në rër. Ditën e nesërme doli dhe pa dy burra hebrej që po grindeshin. Ai tha atij që kishte faj: "Pse e rre shokun tënd?" Por ai u përgjigj: "Kush të ka vënë prijes dhe gjykatës mbi ne? Mos do të më vrasësh siç vrave egjiptasin?" Atëre Mojsiu u trëm dhe tha: "Me siguri kjo gjë dihet nga të gjithë." Kur faraoni dëgjoi të flitej për ngjarjen, kërkoi të vrasë Mojsiun, por Mojsiu u iku nga prania e faraonit dhe u vendos në vendin e Midianit dhe u ul afër një pusi. Ky është një shembull i përsosur kur veproi sipas mënyrës time. Pikë së pari. Ai përqendrohet tek ngjarja dhe jo tek panorama e përgjithshme. Panorama e përgjithshme ishte dhe është kjo: si ta shliroj unë popullin tim, familjen time të madhe. Ishin 2 milion hebrej, bij dhe bija të Abrahamit, Isakut dhe Jakobit. Si mund t'i shliroj? Në vend që të përqendrohet tek kjo pyetje, ai përqendrohet tek një incident, tek një ngjarje. Tek një ushtar egjiptas që nuk po e vriste, por po rrihte një nga vëllezërit e tij hebrej. Pra gabimi i tij i parë ishte që u përqendrua tek një ngjarje dhe jo tek panorama e përgjithshme, gjë që ne e bëjmë shpeshherë. Gjë e dytë që bëri ishte kjo, që ai ndoqi arsyetimin e tij. Dëgjoni, ai ndoqi arsyetimin e tij në vend që të dëgjonte Perëndin. Sa herë që unë dhe ju fillojmë të arsyetojmë vetë gjërat tona, bazuar në aftësinë tonë për të arsyetuar dhe injorojmë Perëndin, shpeshherë do të marrim vendime të gabuara. Sepse Perëndia është shumë i gatshëm të na tregojë ne se ç'duhet të bëjmë në çdo rast të jetës nëse dëgjojmë. Por arsyetimi njerëzor na thotë që ta zgjidhim vetë. Arsyetimi njerëzor na thotë: "Unë nuk do ta toleroj atë që po më rreh vllajin." Dhe çfarë bën ai? E vret atë dhe e varros në rër. Pra ai bën dy gabime. Gabimi i tretë ishte ky: ai veproi bazuar në impulse. Dëgjoni, ai veproi bazuar në impulse, në vend që të prapsojë dhe të thoshte Perëndi çfarë do që të bëj. Mendoni pak për këtë. Kur unë dhe ju përgjigjemi ndaj vështirësive, problemeve dhe sfidave të jetës, bazuar në impulset tona natyrore, shumicën e rasteve do të bëjmë gabim. Sepse s'është kjo mënyra se si vepron Zoti. Për shkak se ai na do ne pa kushte, për shkak se ai ka një vullnet, një qëllim dhe një plan për ju, për shkak se ai tashmë ka vendosur, ka siguruar dhe përgatitur që t'ju jap më të mirën në jetën tuaj. Nëse doni më të mirën e Zotit, duhet të veproni sipas tij. Mënyra e Zotit s'është gjithmonë më e thjeshta. Donjëherë është mënyrë e dhimbshme. Donjëherë ajo mënyrë bie ndesh me natyrën tonë, s'është mënyra që ne mendojmë dhe që duam t'i bëjmë gjërat. Duam që t'i japim fund. Kjo s'është mënyra e Zotit.
Por mënyra e Zotit është gjithmonë më e mira. Besoj se nëse unë dhe ju do të kishim kohë të jepnim dëshmi sot, të gjithë do të thoshim po, mënyra e Perëndisë është mënyra më e mirë, po ja se me çfarë katranosa. Bëra këtë dhe pata një dyshim bishtnues që si ishte mënyra e Zotit, ose kur e bëra e dija që nuk ishte mënyra e tij. Dhe ja pasoja që po vuaj në jetën time. Disa pasoja vazhdojnë gjatë gjithë jetës. Disa pasoja janë afat shkurtra. Por t'i bëjmë gjërat sipas mënyrës sonë dhe jo sipas mënyrës së Zotit s'është diçka e mençur dhe ka gjithmonë pasoja, ka gjithmonë dëshkime në varësi të natyrës dhe për masave të atij vendimi apo veprimi përcaktohet edhe se cilat janë pasojat dhe sa gjatë vazhdojnë ato pasoja për jetën tonë. Gjithmonë duhet veprojmë sipas mënyrës së Zotit. Tani 40 vjet në buzë të shkretëtirës. Ai ishte duke kujdesur për delet, kurse tani do t'i bëj gjërat sipas Zotit. Tani, dua që të mendoni për diçka, bëjeni gati lapsat. Dua që të mendoni për diçka. Cili është parakushti i parë për t'i bërë gjërat sipas mënyrës së Zotit? Parakushti i parë është ky, dhe kjo është të keni një takim me Perëndin përmes birit të tij Jezus Krishtit, gjatë të cilit i rrëfeni atij mëkatet dhe pranoni që vdekja e tij në Kalvar e bëri të mundur që Ati Perëndi t'i vendos mëkatet tuaja mbi të. Kur ai vdiq, ai pati një vdekje zëvendësuese, ai pati një vdekje për shlyerjen e mëkateve, ai pati një vdekje që e bëri të mundur Atit Perëndi që të më pranonte mua dhe ju, bashkë me mëkatet, të na falte ne për mëkatet, sepse Jezusi pagoi plotësisht në kryq borxhin e mëkatit. Prandaj ne bëhemi bij dhe bija të Perëndisë. Së pari dhe më e rëndësishmja është ecja në rrugën e Perëndisë. Parakushti për t'i bërë gjërat sipas mënyrës së Zotit është të kemi një marrëdhënie personale me Perëndin përmes birit të tij Jezus Krishti dhe që në ne të banojë fryma e shenjtë që është ai që na jep udhëzime se cila është mënyra e Zotit dhe se si t'i bëjmë gjërat me fuqinë e Zotit. Tani, me këtë në mendje le të mendojmë se çfarë ndodh kur ju dhe unë veprojmë sipas mënyrës së Zotit. Tani e para, ne veprojmë sipas urdhërimeve hyjnore dhe jo impulseve. Me fjalë të tjera, Perëndi, çfarë do që unë të bëj? Kur ne veprojmë sipas mënyrës së Zotit, do ta pyesim atë. Perëndi, çfarë do ti që unë të bëj? Do bëjmë atë që na thot Zoti. Prandaj edhe kam thënë her pas here se sa shumë e rëndësishme është që të mësojmë të dëgjojmë Zotin. Ky është mësimi bazë i jetës së krishterë. Nëse nuk di se si ta dëgjoj Zotin, si ta kuptoj unë kur ka folur? Si ta kuptoj se kur ka folur? Çfarë ndodh? Ai është buzë shkretëtirës, duke ecur një ditë papritur, shet diçka që se kishte parë kurrë më parë në jetën e tij dhe Zoti i tërhoqi vëmendjen. T'japim Bibla për një çast te kapitulli i 3 dhe le të lexojmë që nga vargu i parë. Ndërkaq Mojsiu po kulloste kopen e Jethros, vjerrit të tij dhe prifti Midianit, ai e çoi kopen Matan shkretëtirës dhe arriti në malin e Perëndisë në Horeb, të cilin e njohim si mali i Sinait. Dhe engjëlli i Zotit ju shfaq në një flak zjarri në mes të një ferrishteje. Mojsiu vështroi dhe ja që ferrishtja po digje nga zjarri, por nuk konsumohej. Atëherë Mojsiu tha: "Tani do zhvendosen për të parë këtë shfaqje madhështore, pse ferrishtja nuk po konsumohet." Zoti vuri re që ai ishte zhvendosur për të parë. Dhe Perëndia e thirri nga mesi i ferrishtes dhe i tha: "Mojsi, Mojsi." Ai u përgjigj: "Ja ku jam." Perëndia tha: "Mos u afro këtu. Hiq sandalet nga këmbët, sepse vendi në të cilin ndodhesh është vend i shenjtë." Pastaj tha edhe këto fjalë: "Unë jam Perëndia i atit tënd, Perëndia i Abrahamit, Perëndia i Isakut dhe Perëndia i Jakobit." Dhe Mojsiu fshohu fytyrën e tij, sepse kishte frikë të shikonte Perëndin. Tani ishte ky takim me Perëndin pas plot 40 vjetësh, i izoluar dhe i pa shpresë, pa përkraje. S'mund të bënte asgjë për të çliruar popullin e tij. 40 vjet në buzë të shkretëtirës. Dhe tani Perëndia shkon tek ai. Pse priti kaq gjatë Perëndia? E keni bërë ndonjëherë këtë pyetje? Perëndi, le të vazhdojmë me planin. Perëndi, sipas orës time dhe kalendarit tim, kohës time, ndjenjave të mia, sipas dëshirave të mia, nevojave të mia, le të vazhdojmë me planin, Zot. E dini sa herë kam arritur që ta bind Perëndin që të vazhdoj përpara? Po aq herë sa edhe ju, as edhe një herë të vetme. Ju nuk mund ta nxitoni atë. S'mund ta ngutni dot atë. Nuk mund ta irritoni atë. S'mund ta mërzisni sepse ai e ka një program. Dhe ai e dinte, dëgjoni këtu, e dinte që duheshin 40 vjet për ta zhveshur Mojsiun nga gjitha ai vetë besim burror. Këtë mund ta bëj, këtë mund ta përballoj. Do ta rregulloj unë këtë punë. 40 vjet buzë shkretëtirës, tani ai është 80 vjeç. Perëndia shkon tek ai.
Dhe çfarë ndodh? Më pëlqen ky pasazh nga shkrimit sepse mendoj se shumë të vërteta janë mbështjellë tek një varg i vetëm. Tani le t'i hedhim një sy kapitullit të 3. Ai thot që pa një zjarr të shndritshëm dhe Zoti Jezus Krishti i foli për ati. Ai pa dhe vështroi që ferrishtja po digjej. Atëre Mojsiu tha, tani do të zhvendosen për të parë këtë shfaqje madhështore. Pse ferrishtja nuk po konsumohet? Apo më dëgjoni? Sa herë Perëndia ka dashur të na thotë diçka mua dhe juve, dhe ne nuk kemi kthyer, por kemi vazhduar para. Kemi patur program të ngjeshur. Ka patur diçka që kemi dashur ta bëjmë, diçka që donim ta përmbushnim. Dhe kështu, në vend që të ktheheshim dhe ta lejonim Perëndim të na vliste, kemi vazhduar të bëjmë atë që kemi dashur. Le të shohim vargun tjetër. Kështu Mojsiu thot, tani do të zhvendosen për të parë këtë shfaqje madhështore pse ferrishtja nuk po konsumohet. Dëgjojeni këtë? Zoti vuri re që ai ishte zhvendosur për të parë. Dhe Perëndia e thirrri nga mesi i ferrishtes. Dhe i tha Mojsi, Mojsi, ai u përgjigj, ja ku jam. Sa herë ka dashur Perëndia të na flas ne, por s'ka marrë vëmendjen tonë. A nuk është kjo gjëja më qesharake që keni dëgjuar? Shumë të zënë për të dëgjuar Perëndin. Shumë të zënë për të dëgjuar Perëndin. Programi im, planet e mia, gjëra që dua të realizoj, shumë të zënë për të dëgjuar Perëndin. Sa gjë e marr. Sa marrëzi e madhe ti jesh, aq i zënë sa të mos mundesh të dëgjosh Zotin. Sa herë ka dashur Perëndia të na thotë ne diçka, por nuk do flas me ajrin. Ai do që ti flas zemrës tonë. Dhe kur ne s'duam ta dëgjojmë, kur nuk duam që ti kushtojmë vëmendje, atëherë Perëndia shumicën e herëve s'ka për ta imponuar me forcë mënyrën e tij. Donjëherë edhe e bën. Dëgjoni se çfarë ndodh. Mendoni pak për këtë. Së pari ai veproi në bazë të një urdhërimi hyjnor, jo impulseve, dhe e dyta është kjo. Ai veproi në kohën e Perëndis dhe jo në kohën e tij. Ajo ishte koha e Perëndis. Perëndia kishte rregulluar të gjitha gjërat. Ndonjëherë do të dëgjoni ndonjë teolog apo liberal të thotë, ngjarja në detin e kuq nuk ishte një mrekulli nga Perëndia, por ndodhi që kur ata arritën aty, filloi të frynte një erë e madhe. Dhe ndodhen të gjitha ato gjëra dhe ata mundën që të marshonin përpara. Por e dini çfarë? Kur mendoj për këtë, më vjen keq për ata të gjuar që mendojnë kështu. S'përbën asnjë ndryshim, qoftë nëse fryu era ose Perëndia vendosi dorën aty dhe e frenoi ujin. A nuk është e çuditshme që ndodhi pikërisht në kohën e duhur? Në kohën e duhur ishte një mrekulli nga Perëndia. Kështu çfarë po ndodhte? Dëgjoni, këtë herë ai po vepronte në kohën e Perëndis dhe jo në kohën e tij. Ja se çfarë dua që të kuptoni teksa e shtjellojmë këtë gjë. Kur veprojmë sipas mënyrës së Zotit, kur e bëjmë këtë gjë, çfarë ndodh? Do veprojmë sipas urdhërimit hyjnor dhe jo bazuar në impulse. Do presim për kohën e Zotit dhe s'do veprojmë në kohën tonë. Çfarë thot ai? Ki besim të madh tek Zoti, je i fortë, prisni në Zotin. Pse? Sepse shpesh herë duhet shumë kurajë që të qëndrosh dhe të presësh kohën e Perëndis. Ndonjëherë duhet shumë forcë që të mos bësh asgjë derisa Perëndia t'ju thotë se ka ardhur koha të veproni. E treta është kjo. Perëndia do të sigurojë çdo gjë që na nevojitet kur veprojmë sipas mënyrës së tij. Do siguroj çdo gjë që na nevojitet kur veprojmë sipas mënyrës së tij. Ai kishte nevojë për dikë që të fliste më mirë se ai. Prandaj çfarë bëri Perëndia? Ai tha, bashkë me ty do dërgoj edhe vllajën tënd. Ai do të flas, kurse ti bëj atë që të them unë të bësh. Perëndia, dëgjoni, do të ishte plotësisht e papajtueshme me natyrën e Perëndis, me atributet e Perëndis që t'ju kërkojë të bëni diçka për të cilën s'ka siguruar gjërat që ju duhen për ta përmbushur. Kështu, siç e kemi thënë shumë e shumë herë, Perëndia merr përgjegjësi të plotë për jetën që i përkushtohet plotësisht atij. Perëndia është përgjegjës për pasojat e bindjes tonë. Prandaj, nëse ne themi mirë do bëj atë që thua ti Zot, në atë çast Perëndia merr përgjegjësinë që të sigurojë çdo gjë që na nevojitet për ta përfunduar atë punë. Perëndia me siguri ka për ta siguruar. Perëndia nuk siguroi një vëlla, por ai siguroi grupin më të mrekullueshëm. Dëgjoni, ai siguroi grupin më të mrekullueshëm të fenomeneve natyrore, të gjitha dukuritë natyrore që ndodhen, që nga lumi i shndërruar në gjak edhe deri tek zjarri dhe squfuri i rënë nga qielli. Perëndia, dëgjoni, Perëndia siguroi çdo gjë të nevojshme për të përmbushur qëllimin dhe vullnetin e tij. Unë dhe ju hezitojmë të bëjmë atë që na thot Perëndia, sepse s'mund të shohim dot rezultate përfundimtare. Supozojmë këtë apo atë gjë. Mbani mend këtë. Po më dëgjoni, thoni amen. Nëse ju dëgjoni, nëse po i bindeni Perëndis, s'keni pse të shqetësoheni për pasojat. Ai e ka menduar tashmë rezultatin përfundimtar të asaj që do të ndodhë.
Perëndia e ka shpallur tashmë dhe me plot fuqinë e tij në mendjen e tij, ai e ka përmbushur rezultatin përfundimtar të veprimeve tona. Kur i bindemi atij, s'kemi pse të shqetësohemi, sepse ai tashmë është kujdesur. Dhe kështu, çfarë shohim kur ai vepron sipas mënyrës së Zotit, kur pret në Perëndin, beson në udhëzimet e tij të qarta, pret për Perëndin dhe beson që Perëndia do të sigurojë çdo gjë që nevojitet për të. Ai s'ka pse shqetësohet për këtë, por ne fillojmë të mendojmë Zot, po të supozojmë se nuk ka supozime me Perëndin. Perëndia s'ka bërë kurrë ndonjë deklarat, mendova se. Ai nuk thot mendova se. Perëndia kurrë si mendon gjërat pasi kanë ndodhur, gjithmonë i mendon gjërat para, gjithmonë të paracaktuara. Perëndia është gjithmonë në avantazh, ai e di se çfarë do ndodhë dhe katërta që duhet vini re është kjo. Kur veprojmë sipas mënyrës së Zotit, ai e largon frikën në jetën tonë. Ndonjëherë ne si besimtar mund të kemi ndonjë shqetësim për diçka. Me fjalë të tjera, në zemër e dim që gjithçka do të funksionojë, e dim që Perëndia do ta realizojë, po për shkak se është përvojë e re për ne, mund të kemi pak frikë, por e vërteta është se s'është frikë e vërtet. Është një emocion i vogël që sillet përreth nesh, por Zoti do ta largojë, do ta fashit atë frikë. Ja se çfarë ndodh, mbajeni mend këtë gjë. Kur ju bëni hapat e parë në vullnetin e Zotit që duket pak sfidues, mund të ndjeni pak frikë, por ja se çfarë do zbuloni. Ndërsa ju vazhdoni të esni në drejtimin që ju ka treguar Perëndia, sa më shumë që ju e esni, aq më pak frikë do të keni derisa frika zhduket plotësisht dhe ju do ta kuptoni që po esni në vullnetin e Zotit dhe në mbrojtjen e Tij. Dëgjoni, keni burimet e Perëndis, fuqinë e Tij, dashurinë e Tij, qëllimin e Tij, vullnetin e Tij, planin e Tij, prandaj s'mund të humbisni kur veproni sipas mënyrës së Perëndis. Ai na thot sepse Perëndia nuk na ka dhënë frym frike, por forcë, dashurie dhe urtësie. Dhe tani kur bëhet fjalë për iden e frikës, pasazhi im i preferuar në të gjithë Biblën është tek Isaia 41. Dëgjojeni këtë, më pëlqen shumë. Mos ki frikë sepse unë jam me ty. Kjo vulos gjithçka, po s'është vetëm kaq, dëgjoni. Mos e humb sepse unë jam Perëndia e yt, unë të forcoj dhe njëkohësisht të ndihmoj dhe të mbaj me dorën e djathtë të drejtësisë time. Pra ai na thot, mos ki frikë sepse unë jam me ty. Dëgjoni, nëse keni të plot fuqishmi me vete, keni nevojë për gjë tjetër? Më pëlqen kjo frazë, ai na thot, mos e humb sepse unë jam Perëndia e yt. Kjo na e largon mendin nga Perëndia. Me fjalë të tjera, kur e humbasim, harrojmë se çfarë thot Perëndia dhe kur e thot, unë do të jem me ty. Perëndia do që ne të përqendrohemi tek ai. Në mes të vështirësive, sprovave dhe sfidave të mëdha në jetën tonë, duhet ta përqendrojmë vëmendjen tek Zoti i plotfuqishëm. Nëse vëmendja ime është tek ai, s'kam për të parë rrethanë. Prandaj edhe në këtë pasazh ai na thot: Mos e humbajini përqendrimin tuaj tek Perëndia i plotfuqishëm. Dhe pikërisht kjo fillon të ndodh në jetën e tij. Kështu, krejt papritur, frika nga përballja me faraonin zhduket. Ai marshon drejt tij me një shkop në dorë dhe me vllai në krah dhe thot: "Ja se cili jam dhe i besojmë Perëndisë që ta çliroj popullin e Izraelit." Tani, më pas dua që të vini re këtë gjë, që Zoti jep udhëzime specifike. Kur veprojmë sipas mënyrës së Tij, ai na jep udhëzime specifike. Perëndia nuk flet në përgjithësi, siç e kemi thënë. Ai nuk thot jeni të mirë. Ai nuk thot po shkoni në shkollë. Nëse i kërkoni Perëndis, ai do t'ju tregojë se në çfarë shkolle duhet të shkoni. Ai do t'ju tregojë si të rregulloni atë situatë financiare. Do t'ju tregojë se çfarë duhet të bëni si një punëdhënës me punojësit. Ai do t'ju tregojë se ç'duhet të bëni me familjen tuaj. Perëndia është specifik, ai nuk na hedh një tufë me udhëzime të përgjithshme. Kur unë dhe ju ecim në vullnetin e Tij dhe veprojmë sipas Tij, kemi për të marrë udhëzime shumë të qarta. Çfarë na thot ai? Ki besim tek Zoti me gjithë zemrën dhe mos u mbështet në gjykimin tënd, pranoje në të gjitha rrugët e tua dhe ai do drejtojë shtigjet e tua. Ai ka thënë, unë do të edukoj dhe do të mësoj rrugën. Unë do të këshilloj dhe do ta mbaj syrin tim mbi ty. Mund të besojmë Zotit që do të na japë udhëzime shumë të qarta. Nëse kemi me nxitim për të marrë udhëzime, kemi për të futur në të lashe. Kjo është mënyra jon. Nëse duam të veprojmë sipas mënyrës së Tij, duhet të presim derisa Perëndia të na tregojë cili është hapi i radhës. Hapi i parë dhe i dytë mund të duken të frikshëm, mbas edhe hapi i tretë ose i katërt, ose arrim deri këtu duke i besuar Zotit dhe pastaj ai mund të na thotë ktheuni majtas ose djathtas. Perëndia nuk na dërgon për të bërë vullnetin e Tij dhe procesin e vendimarrjes të na e lënë ne në dorë. Mos e harroni këtë, ai na thot. Do të mësoj rrugën nëpër të cilën duhet të ecësh, unë do të këshilloj dhe do ta mbaj syrin tim mbi ty. I kam syt mbi ty. Çfarë tha tek Isaia? Ai tha, mos ki frikë sepse unë jam me ty. Mos e humb sepse unë jam Perëndia e yt, përqendrohu tek unë. Jo vetëm kaq, por ne fillojmë të mësojmë mënyrat e Perëndisë. Çfarë dinte Mojsiu për Zotin? Jo shumë. Pastaj filloi të shitej se si Perëndia mund ta përdorte. Dëgjoni me kujdes. Ai duhet përballej me faktin që 40 vjet më parë u përpoq
ti bënte gjëra sipas mënyrës së tij. Por nuk funksionoi. Dhe tani, Perëndi do të më thuash që do të më japësh edhe një mundësi tjetër? Sa prej jush keni patur një mundësi të dytë? Nëse jeni të shpëtuar, bëni mirë të ngrini dorën sepse keni patur më shumë se një mundësi. Të gjithë kemi patur një mundësi të dytë. A nuk kemi dështuar të gjithë në gjërat e jetës sonë dhe Perëndia me hirin, mëshirën dhe dashurinë e tij na ka dhënë një mundësi të dytë? Me anë të mirësisë, dashurisë dhe mëshirës së Perëndisë, ne mësojmë mënyrat e tij. Ai mësoi se Perëndia mund ta përdorte për herë të dytë. Ai mësoi se Perëndia mund të marrë gjëra të thjeshta dhe të bëjë ndryshimin. Ai mësoi se ç'mund të ndodhte kur kishte Perëndin tek një shkop. Ai mësoi se ç'mund të ndodhte kur Zoti lëshon zjarr nga qielli dhe gjykim. Ai mësoi se ç'mund të bëjë Perëndia. Ai mësoi mënyrat e Perëndisë. Sa herë ju kam thënë këtë? Dëgjoni. E vetmja gjë që dua të mësoj në jetë mbi gjithçka tjetër është se cilat janë mënyrat e Perëndisë dhe se si mendon ai. Çfarë e motivon atë, çfarë ngacmon, pse i bën Perëndia gjërat që i bën. Duam të mësojmë mënyrat e Perëndisë. Mençuria më e madhe është mençuria për të ditur mënyrat e Perëndisë. Dhe Mojsiu po i mësonte mënyrat e tij. Kur ne i bindemi atij dhe i bëjmë gjëra sipas tij, kemi për të mësuar rrugët e tij. Gjëja tjetër që duhet të vini resh kjo. Ne mësojmë se Perëndia mund të na përdorë ne në dobësitë tona dhe në të metat tona. Ai mund të bëjë gjëra të mëdha përmes dobësive dhe të metave. Këtë e kam thënë edhe më parë në një mënyrë tjetër, por dua ta theksoj. Ai mund të na përdorë ne në dobësitë dhe të metat tona. S'kemi pse të jemi të fortë, s'kemi pse të jemi të shkolluar, s'kemi pse të jemi kështu apo ashtu. Perëndia mund të na përdorë në dobësitë dhe të metat tona. Dëgjoni, Mojsiu shkoi para faraonit si një njeri shumë i dobët. S'mund të fliste, kishte një shkop në dorë, dhe po i kërkonte dhe po ordoronte njeriu që padyshim në atë kohë ishte njeriu më i fuqishëm në botë dhe ishte qytetërimi më i zhvilluar në botë. Dhe Mojsiu po i thot, ja se ç'duhet të bësh. Vini re me kujdes. Tjetra. Perëndia mund të përmbush më shumë në një periudhë të shkurtër se sa ne gjithë jetës nëse veprojmë sipas mënyrës sonë. Mendoni pak për atë që ndodhi. Sa kohë do t'i duhej Mojsiut për të çliruar popullin e Izraelit, fëmijët hebrejnë, sipas mënyrës së tij. Për shembull, nëse do të kishte filluar një revolucion, mes hebrejve së pari ata nuk kishin aftësi për luftime. Ata nuk kishin armë, por le të themi që do të bënë një revolucion të madh, të gjithë kishin nga një shkop. Dhe ja ku kemi shtiza, shpata, shigjeta, mburoja, koçi, egjiptianët do t'i kishin bërë copash. Me mënyrën e Perëndisë, s'ke pse të kesh as shpatë. Nëse vepron sipas Zotit, s'ke pse lëviz as gishtin, sepse Perëndia do të veprojë. E mba mend se çfarë tham, ai merr përsipër përgjegjësi të plot kur ne ja dorëzojmë atij jetën tonë. Dhe ajo që shohim këtu është se Perëndia i bekon më shumë nga sa ata mendonin se do të bekoheshin. Shohim Perëndin që vepron sipas mënyrës së tij dhe përmbush gjërat që ata s'do të mundeshin kurrë t'i përmbushnin. Kur veprojmë sipas mënyrës së Perëndisë, Perëndia merr maksimumin e nderit dhe lavdisë. Ne s'marrim as merita, as lavdi. Kur veprojmë sipas mënyrës së tij, ai merr meritat dhe lavdin. Le të mendojmë pak për këtë. Me që Perëndia ka një vullnet për jetën tuaj, një plan për jetën tuaj, një qëllim për jetën tuaj, dhe me që ai ka më të mirën që vetëm ai mund ta rezervojë për ju, dhe me që ai dëshiron më të mirën për ju dhe e ka planifikuar këtë, a jeni të gatshëm t'ia dorëzoni jetën Jezus Krishtit dhe ta lejoni atë të veprojë sipas mënyrës së tij në jetën tuaj, në mënyrë që ta jetoni jetën sipas mënyrës së Perëndisë. Kaq e thjeshtë është kjo. S'ka rëndësi se kush jeni ju, dhe sa shumë keni mëkatuar në të shkuarën, s'përbën ndonjë ndryshim se çfarë po ndodh në jetën tuaj, cilat janë rrethanat tuaja. Pyetja përfundimtare është kjo: a do të jem aq i mençur sa të veproj sipas mënyrës së Zotit? Unë do ta dëgjoj atë, unë do të pres në të, unë do t'i besoj atij, unë do ta ndjek atë, do t'i besoj se ai ka më të mirën për mua. E di që do siguroj çdo gjë për të cilën kam nevojë. Ai ka bekimin për mua për të ëndrave të mia më të mëdha. Unë do besoj në fuqinë e tij për të zgjedhur këto gjëra. E di që ai merr nder dhe lavdi kur unë ec në bindje ndaj tij. Miqtë e mi, ja se çfarë unë dhe ju do të mund ta kuptojmë në këtë jetë, se sa herë kur ne në gjëra të vogla i bindemi Perëndisë, për të cilat ai
ka rezervuar në qiell një shpërblim për gjëra që as na ka shkuar mendja, por ishin në vullnetin e Atit. Është diçka që ai do që ne të bëjmë. Ai na udhëhoqi dhe ne e bëm sepse kjo është mënyra jonë e jetesës. S'ka mundësi që të humbasim. Dëgjoni, kur ne veprojmë sipas mënyrës së Zotit, dhe s'mund të fitojmë kur veprojmë sipas mënyrës sonë. Besoj se të tregojeni aq të mençur sa ti besoni Jezus Krishti si shpëtimtarin tuaj, ti kërkoni që t'ju falë për mëkatet, ta pranoni atë në jetën tuaj, t'i adorzoni atij jetën tuaj dhe që nga ky çast të filloni të thoni Perëndi, me fuqinë tënde dhe me fuqinë e frymës së shenjtë, unë zgjedh që të veproj sipas mënyrës tënde. O atë ne të jemi shumë mirënjohës, që ti je shumë i duruar, na fal aq shumë, je plot dashuri, plot mirësi. Gëdhënde të vërtetën e këtij mesazhi të thjesht në zemrën e gjithsecilit prej nesh. Le të tingëllojë dhe të jehojë në shpirtrat tanë. Le të lëviz fort në shpirtrat tanë, që të jemi të vetëdijshëm për faktin se kemi mundësi të zgjedhim dhe kemi zgjedhur mënyrën tënde. Në emrin e Jezusit. Amen.